Rehabilitimin, sepse këtu më ka lënë përshtypje pozitive, sepse nuk kam dëgjuar diçka të tillë në Kosovë dhe as në rrethin, që këta persona të varur prej landëve narkotike, substancave të ndryshme, qëndrojnë aty te ju. Në një farë mënyrë shpërngulen për të jetuar për një periudhë. Po. Periudha është 1 mujore, 3 mujore, varësisht prej gjendjes. Këto e vendos stafi, profesionistët. Vendosim ne, por njëkohësisht edhe familjarët dhe gjendja e tyre. Po. Fillimisht, do të thotë kur shtrohet individi, me qenë se ka pranuar të shtrohet, fillojmë fazën e parë të trajtimit. Më thonë që ne quajmë dimensioni terapeutik, ku në 2 javët e para bëhet detoksi, ose pastrimi i gjakut. Dhe gjatë kësaj periude, normalisht që kemi aktivitete, po pacientët janë ma të kufizuar, për shkak se përcjellin një terapi me intensive. Pasi të kalohet kjo formë e terapis intensive, atër kemi ndërhyrjen, gjithmonë janë psikologët aty, e quajmë ato rehabilitim psikosocial. Do të thotë, në kuptimin psikologjik edhe social se çfarë mund të arrijmë. Në kuptimin psikologjik jemi një stafi, psikiatrët, psikologët, infermierët, dhe atë social e fusim familjen si element për ndihmë të këtyre individëve. Dhe pastaj do të thotë krijohet ajo që quhet terapia integruar për individin. Mirë po, gjatë qëndrimit të tyre, përveç kësaj këtij aspekti për quajmë psikosocial, kemi forma terapi shumë moderne, të cilat nuk ekzistojnë në rajon. Do thotë, kemi formën e stimulimit trunit përmes valeve magnetike, që është një prej metodave më të përsosura dhe që ka dhënë rezultate mjaft të mira. Pastaj kemi kreativitetin ose rekreativitetin. Do thotë ju propozojmë pishinën, saunën, gjakuzin që i posedon spitali. Dhe kështu që ata në një farë forme, do thotë edhe nuk bezdisen ta quaj ashtu vetëm duke na parë neve si ndihmës të tyre, po edhe ata futen mandej në program, edhe futen në reflektim ndaj vetit duke hyrë në aktivitete çdo